Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falenderimi të kënë Allahut azza wa jalla, atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja çojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe krejt muslimanëve që e kanë pasuar dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Këtu jemi duke folur rreth 40 haditheve të Imam Neveviut që i kam mbledh dhe jemi tek hadithi i 9 me radhë. Ende nuk mund të më dal prej hadithit të 9, vetëm se inshallah vjen kata të dalë dhe më on fund këtyre 40 apo 42 haditheve. Hadithi 9 vike prej Ebu Hurajrës, Abdurrahman ibn Sakhr, që thashë ka emrin e vërtet, ose një më shumë që nifet me këtë emër, po të këna nifet me Ebu Hurajrë, shok i pejgamberit. Dhe folëm për Ebu Hurajrën një dy neja. Këto dy derse kanë folur për Ebu Hurajrën, transmetuesin e këtij hadithi. E tash veç pak fjalë po i tham për hadithin. Tha pejgamberi në këtë hadith, çka t'ju ndaloj, nëse ju ndaloj diçka, ndalohuni prej saj, largohuni prej saj. E çka t'ju urdhëroj, çoni në vend urdhrin tim, kryeni atë. Thotë dhe nuk janë shkatru popujt të mëhershëm për një diçka tjetër, vetëm se për shkak të pyetjeve të shumta dhe kundërshtimit të tyre që ja kanë bërë pejgamberëve të kohës së tyre. Dhe për këtë ata janë shkatru popujt të mëhershëm. Pra në hadith, pejgamberi alayhis salam tha, çka t'ju urdhëroj, nëse ju urdhëroj me bën një gjë, një punë, duheni me bën. Ndërsa nëse ju ndaloj, duheni me u ndalu. Dhe këtë fjalë pejgamberi alayhis salam e forcon edhe më shumë, fjalë Allahut azza wa jall, kur Allahu në Kur'an tha, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu." Çka t'ju jep pejgamberi, ku ju thot me marr, çka t'ju jep, merrni. Wa ma nahakum anhu fantahu. E nëse ju ndalon diçka juve pejgamberi alayhis salam, ndalohuni prej saj. Wattaqullah innallaha shadidul iqab. E ju keni frikë Zotin e madhërisëm, se Allahu dënon shumë. Dënimi i tij është i madh. Dënimi i tij është i madh, kuptohet prej ajetit që nëse i lani urdhrat e pejgamberit anash, edhe ndalesa që ai ka ndalu i lani anash, nuk ndaloheni, edhe urdhrat e tij siç janë në vend, atë tut një Zoti se dënimi i Allahut është është i madh. Nëse kish mu pyet se cila ishte një prej shkaqeve që e tha pejgamberi alayhis salam këtë hadith, shkakun e thonjes të këtij hadithi e forcon një hadith tjetër që e ka sjell Imam Muslimi në koleksionin e tij, edhe në këtë hadith gjithashtu vjen prej Abu Hurajrës, thotë se një ditë prej ditëve pejgamberi alayhis salam na tha neve, "Ayuhan nas, qad farada Allahu alaykumul hajj, fahujju." O ju njerëz, tha pejgamberi alayhis salam, Zoti ja u ka bërë obligim haxhin. Allahu ja u ka bërë obligim haxhin. Atëherë bani haxh, kryeni haxhin. E tha pejgamberi këtë urdhër. Çka që tha? E njëri prej shokëve tha, o i dërguar me Zotit, a për çdo veta? A me bën haxh për çdo veta? Pejgamberi heshti, su përgjigj. Aja apet, o i dërguar me Zotit, a për çdo vit po na obligon me bën haxha, po na thu me bën haxha? Apet heshti. Por të tretën herë i tha apet, thoi i dërguar me Zotit, a për çdo ditë me bën haxha? Kur i tha për të tretën herë, pejgamberi alayhis salam, normal që nuk e pëlqej këto që insistoi robi. Sahabiu, pse insistoi po pyet kaq? Leje çashtu që shelash. Mi pa ai pse insistoi, a për çdo vit, nuk i pëlqej pejgamberit alayhis salam, dhe pejgamberi tha, "Law qultu na'am, la wajabat. Wa lam istata'tum." Tha o shokët e mi, me bëmë ju thonë po, për çdo vit ju bëhet obligim. Se fjala pejgamberit është tani obligim. Tha, më ju thonë ju për çdo vit e keni obligim. Nëse bëhet obligim për çdo vit, ju nuk mundi me kry. Sa me urtësi, me paskon obligim haxhi për çdo njërin, çdo vjet me shku, nuk i kishte zonë vendi atje. Por tha pejgamberi alayhis salam, "Dheruni wa ma taraktukum." Mi po lanu mu, mësë më ngocni, lanu çashtu çish po ju lanë juve. Çfarë so jo kallëzova, çfarë son lam na çashtu.
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Tha se kanë pas deviju popujt të mëhershëm për shkak të pyetjeve të shumta dhe kundërshtimeve të shumta që ja kanë bërë pejgamberëve të tyre. Do sikur ju pyet shumë që s'pat nevojë më pyet mua për çdo vjet, për çdo vjet. Mirë, po tha, kur t'ju urnoj për një diçka, ju kryeni sa të mundeni, e kur t'ju ndaloj, largoni prej atij sendi. Ky hadith e sqaroi ato pse pejgamberi e tha çat hadithin e mëhershëm, ky hadith tjetër, transmetim tjetër, e sqaroi një gjë ose çat hadith. Mirë, po këtu në hadith e vërejt, arsyeja pse e tha pejgamberi pse bani shumë pyetje. Nuk do të kuptohet prej këtij hadithi se s'ban me bo pyetje hiç. Kështu s'kuptohet. Përkundazi, nëse robi ka nevojë për një diçka që se din, edhe ka nevojë me ditë, do të më pyet. Përkundazi, Allahu në Kur'an ka thonë: "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Ju pyetini njerëz çka din, për sa në çka ju si dini. Pyetini njerëzit çka din, pyetini njerëzit e dijes, për sa në çka si dini. E s'do të kuptohet hadithi me njëherë që pejgamberi të mos pyetni shumë. Se njoni po më kje s'di me mor abdes. Njoni s'di me mor abdes. Edhe në thotë jo se kum një hadith pejgamberit, për sa të mund me mor dijen para hoxhës. Se hadithi thotë mos pyetni shumë. E me bo me mor vish me qit hadith, ai po kje s'di me mor abdes. Edhe tani ai i groq ashtu pa abdes hiç folet. Tani qysh pranohet namazi pa abdes? Ose tjetri për shembull e gjon një cëftir. E thotë valla a kum lexuar një hadith që ato që po të kemë spyt shumë, s'po pyesë sa ban me hongër as ban pe ho. Njëri thotë na pronin na ka prunë domish për shembull prej Kinës të kishim prej. Valla a ban me hongër as ban pe tyne, nuk po pyes për shkak se kam një hoxhën që thëjke një hadith që mos pyetni shumë. Të sanet do të më pyet. Sanet çka si dini duhet me pyet, mirë po është për qëllim mos pyetni sanet çka nuk janë patjetër për juve. Sanet që nëse kërkohen veç kërkohet ngushtim i çështjes, rëndim i pikës, për shembull, rëndim i çështjes që tash në këtë rast sahabiu deshti me rëndu. Pyeti, a për çdo vjet, a për çdo vjet? Le që shta pejgamberi, bane hoxhën edhe u kry. A për çdo vjet, a për thuj ke po, vajib obligim e kish me bë haç për çdo vjet. Kësi lloj ngarkimi. Pastaj unë ka rastis për shkak njëri, unë ka pyet hoxh, a lejohet me një mish i cili mish i dyshimt, po pastaj me çat garusht, e thënë, në lugë madhe. Me çat garusht për shkak që e merr çato ja qes pe çat xhellën e çat i mishi që pak është i dyshimt, e ja çet disove, e tash mi po ai e shkum mirë, po me diçka në ton, edhe tash më merr do xhell të mishit halal, e ma çet a kam halal që ton. Tash ke ngarku vetën tonde. S'është nevoja me tjerë ka shumë sanet. E me që e tjera, tash po ta kallëzoj. Se jehudit që ashtu kur e pyeten e Musen për e kallëzojmë inshallah në vazhdim, kur kërkun shumë për me sqaru lupën, Allah ja ngarkejke. Ç'të botën apo tani ç'është po? Unë ja vlash me çigaj. Jo halet ja ngarkejke Allahu. Edhe tash e ti pra ki ti të ndaluar me hongër pse? Pyet ke sana çka si janë që nuk janë bash të nevojshme. Ndërsa nëse i këshirmi sahabët si kanë vepruar, sahabët kanë pyet. Ka pas se rast sahabi që i është dosh njëtën e tyre, sonë që e thash që nuk shkon kjo hadith gjithë herë mes me pyet. Mes me pyet, por mes e tepra, jo për mi ngushtu njerëzit, jo për ha t'jazon veshin, jo ha t'jazon se aden as den, jo, si sa ne jo. Po e pyet sa ne çka të vynë dhe të duhen. Sahabit e kanë pyet. Ka rastis, për shembull, sahabi që orte pejgamberit, ja Rasulullah, po na rastis ka një herë 1000 i ngordhur po na vjen në tlyn. Në 1000 i ngordhur në tlyn. A na lejohet me hongër çat se ngordhësia është ndaluar. E tash me që po na vjen tlyn i ngrit. Po na vjen çato a na lejohet me hongër ajo? Pejgamberi tha, heqni atë miun e ngordhur, heqni prej tlynit, nxjerrni pak çato venin ka prek, edhe vazhdon e pasaj me hongër s'ka det. Po ata pyeten, nuk o që s'pyeten sahabit, por pyeten se çka ju doshin.
Ose senet çka sahabit çka ishin të bindur se ai san ka me ndodh. Kur i bindur se ka me ndodh, atëherë pyet. Inshallah s'ndodh kjo kur. Nëse bini për shembull që armiku ani kufirit don me orë në vendin ton, atëherë pyetet o hoxha ose një majditë ose hoxha në këtë drejtim, ç'është ja bojmë, ka të shkojmë, normal se tani kur jemi të bindur. Edhe sikur sahabit kur i tha pejgamberi alayhis salam se ka me ardh Dejjalli në akhir zaman. Para kiametit vjen njëri që Dejjal. I ka të specifikat veçanta, i po në herë tjetër kështu i kallëzojna, edhe tha pejgamberi, ndryshon edhe që më thonë, gjendja në kozmos ndryshon. Qysh, bëhet një ditë së një vit. Një ditë e ti, ai që në vesh 40. Një ditë e ti së një vit. A di çka? Këta mos sahabit nuk e dëshëshin këtë çështje. Se e tha pejgamberi, kjo ka me ndodh. E ishin të bindur që ka me ndodh. A di se ishte përgjigje atyne? Ose pyetja që a banqet. Pyetja e tyre ishte, i thanë, o i dërgumi Zotit, e brenda qasoj ditës, qysh kanë me fol namazin? A bishe? E kishin interesin, pyetshin, se e dishin sigur që ka me orë qashtu dhe një ditë së një vjetë ka mu bo. E qysh mja bo namazin që atëherë? Se për na ditë kemë 5 vokte. Tash me në një viti, sa mi fol. A vish 5 edhe u krypuna? E pejgamberi jasë sharaj, tani qërë, kur vjen, bane foljen e namazit me lëgëri që i kini pas bon pak ma heret. I këshyë, për shumë ma heret, nëse ka pos dalim prej sabahit deri në drejk, për shumë ka pos 6 orë, atër mas 6 orëve të e folë drejken, edhe pse halem është njëjta ditë. Nëse prej drejkës dhe një kindin ka pos vish 2 orë, mas 2 orë e fol i kindin, kështu ja spjegoj pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, në atë kuptimin që matë në që kini pas më të ma heret. Po pyetçin sahabit, por pyetçin për senet çka atyre ju dashin. Ndërsa, çështjet çka nuk ishin për mu pyet, ose çka skërkohet fort për mu pyet, tham me ngushtu senet. Kur jehudit ndodhi një farë vrasje tek beni Israelit, e asoj kuhe. Ndodhi një farë vrasje, vëtë. Edhe tashti, a i vetë vrasësi, thëken ma kënë vëro, migjen, ma kënë vëro. Hajde shkym të Musa. Musa pejgamberi, Zotit na drejten. Edhe shkun tek Musa a.s. Musajt a.s. Allahu i tha, thoj këti popullit tanë, beni Israelve, thoj popullit tanë, beni Israelve, shkëni, therne një lup, edhe me një pjesë mishit sojna, më shëni që ati, ose prekne që të vdekurin, a i kam uqu, edhe kam ju të regu këshu vrasësi. Mi po jehudit, Zotit tha vish një lup, as që a lupjes qarimi ma të shumëta, këta janë i sen me pyt, e qëfar lupe, se na lup kena shumë. Po Zotit s'kërkoj, vish ta lup. E mësi ata kërkuan shumë, Allah tha, atëherë thanë kohë qështu, tha një lup e cila s'keni lavëru me to kër. As nuk është fort e rej, as e më shme fart. O, ja rëndaj. Mirë, po kur ata thanë, që me qikash, a pet bilu gjoj kema let. Thanë, po, jo po, dhe që si lup kena shumë, i thanë në musë. Një ma të veçan, jo, adin, s'qarana, se që si kena shumë. Qëfar në gjyre po do ka me posë. Kër e lëpën tash t'i henez, e trashen pytjen, Allahu jara ndoj kje tash përgjigjen. I tha gjonën një lup, saret me thonë, daher që kënë thonë, ose të verë, dhe veçantë, që në krejt, në të rëthin, ishe vish njo. Edhe ajo ju ka kushtu, so ka rëndu lupa, qaq dukat është dosh me qitë për me morët lup, tani me thejrë. E tani kër e thejrën e prejken, edhe a i thëtë po ty më ke vëra, bashkë ati që fëlke, ti thëtë më ke vëra quët a njeri. Por më rëndësi, kërkëshin shumë bënshin pyetje të panevojshme, por gjithë që u rëndëshin. Edhe në thash për atë djallin, kërkëjke që sa ka nevojshme me tjerë shumë, atëherë ju rëndëjke. E kur pyetët hoxha, e tipët përgjigja, mos kiqare pa hejstani me përgjigjen. Jo, hes një të përgjithshme, mos i detaje për senet, çka s'kërkohet. Se qështu hadithi tha pyetje të shumta, dhe pyetje të shumta këtyre jehudive, ose ishte pyetje tjetër, ose mos ndëgjemi pejgamberit të tyre. Pejgamberi Musa a.s. i tha qëre, rrini qëtu, adhërën e Zotin, e kini vlavin tem Harunin, se one pashkaj për matë të vëratin të këzoti, në turi Sina, edhe nuk e ngotën Zotin, nuk e ngotën pejgamberin e tyre. Se pejgamberi që ka tha, mos ndëgjimi pejgamberit e tyre, pyetje të shumta i boni që ata mu shkatru. Edhe tani, nuk e ndëgjotën shka banën, ja nesen me adhuru viqin.
Edhe atëherë po Zoti tha, tash për mja pranun në pendimin ju do të me myt veten e juve. Këtë çka keni adhu myt në veten e juve. Se ngoten. Kjo ishte pra pika shkurta rreth këtij hadithi, nashta I themi disa fjalë, nëse ju kalojnë në hadithin e 10, elusmi Allah të na fal në mëshirën, elusmi Allah në zotën xhenet me pejgamberët, të na takon aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum.